Xhaxha! Kujdes më Xhaxha. E që bëna e vrasë, se në bërë që akunuj. Të ra. Të kërkoj ndjes Xhaxha. Atëherë, si jetoni këtu në fshat? Cilat janë problematikat që ju keni këtu? Si fshatar? E po njëria me u, e o tëmë. Po, ke drejt. Isha në qefin tim, e po këndoja, e po sot disja këta aty. E kuptone. E të lëti. Po mi pra, nuk do më thuash, si jetoni ju këtu? Po. Më thuaj në qik. Qfar problematika shka këtu? Xhaxha, cilat janë problematikat që keni ju këtu në fshat? Mi, më bërtit. Se të gjoj. E ti ka do talësh për njëri me mua. Pa ja, më Xhaxha që thua. Je që fshat, si e za thua. Je që fshat, ti kjo bukuri, shikone, vetëm 2 vjetë kanë betu. Shtu? Vetëm bitë e zotua. Gërë mos më thua. Po ti, treti e? Jo, unë bitë. I martuar je më? E zotua, po vakia ka vdekur, se ka ca di që nuk e shikoj. Po grua ke më? Zotua. Ti o ti, ke grua më? Ti? Ke grua? Ka. Mire ke? Kush? Xhaxha, hajde më thuaj tani, si jetoni ju këtu në fshat? Je që jetojmë, thuaj. Ja, shiko, vdekur pa kallo. Je rjetë, je gjik i fshat i buku. Kore si nuk të qonë një palë gomari, nuk e të qonë. Ka më? E të në ndojë. Palë gomari. E të me ndosh që gomari ka qenë simbol në fshatin tonë. Shtua më?